Dy lajme të rëndësishme ndodhen para ditën e së hënës. Gjetja e disa vibratorëve, objekte kënaqësie intime seksuale, në burgun e grave në Pojsk, dhe vendimi unifikues i gjykatës së lartë me në krye Sokol Sadushin. Shumë rëndësi ju dha lajmi të madh se si drejtoria e përgjithshme e burgjeve, pas një operacioni blitz, zbuloi vibrator të madhësive dhe formave të ndryshme në burgun e grave. Disi më në heshtje kaloi një vendim që mban firmën e elitës së gjyqësorisë shqiptar. Masat e sigurisë, arrest me burg, tashmë pas vendimit të unifikuar të gjykatës lartë, pritet të ndryshojnë në themel. Më konkretisht, në vendimin që nuk pati asnjë kundërshti, në pikën 2 të saj saktësohet: masa arrest në burg ka natyrë përjashtimore dhe mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Rrezikshmëria e veprës dhe autorit nuk mund të nxirret vetëm ose kryesisht nga natyra e veprës penale apo nga marzhi i dënimit, por duhet të mbështetet në një vlerësim konkret të rrethanave të çështjes, mënyrës së kryerjes së veprës, pasojave, personalitetit, sjelljes dhe të dhënave personale dhe familjare të personit ndaj të cilit kërkohet masa. Festë e madhe në burgun e Durrësit. Kryegjyqtari Sokol Sadushi lexoi vetë këtë vendim. Nuk ka asnjë dyshim që ky vendim i kopsitur në emër të liberalizimit të masave të sigurisë shkon për shtat për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Tashmë ai pritet të përdor këtë pikë të vendimit unifikues të zbatueshëm për çdo gjykatë dhe shkallë të saj që të kërkojë lirinë, duke marrë një masë më të butë sigurie nga ai i arrestit me burg, të cilën e vuan që nga 10 shkurti i vitit kaluar. Pas Lalit, të tjerë personalitetet të burgjeve sot do të jenë qytetarë të lirë të së ardhmes së afërt.